Me nisjen e sezonit turistik dhe rritjen e numrit të pushuesve në Bregdetin e Shëngjinit, është shënuar një fluks i shtuar qytetarësh që kërkojnë ndihmë mjekësore në qendrën shëndetësore verore të zonës, e cila ka nisur funksionimin në datën 1 qershor. Sipas të dhënave, deri në 40 persona në ditë paraqiten për ndihmë mjekësore brenda një harku kohor prej 24 orësh. Kërkesa për ndihmë lidhet kryesisht me probleme të ndryshme shëndetësore, si dhe me rastet e pickimit nga insektet. Sidomos 5 ditë e këtej është shtuar shumë numri i smurve që vinë me pickim nga bleta, me tension të lartë, me hipotension, me zgjanje të fiktit, me kolika renale. Të gjitha këto simptoma janë që vrehen më shpesh. Pastaj kena dhe pickimet që kanë ardhur në gjendje gati shoku, ta dim. E kena përballu këtu, nimen e parë ja kena dhënë këtu dhe gjitha rastet mund të jenë shumë pak raste, 1-2 natë që mund të çojmë për lesh. Për 24 që kërkojnë një mjekësore si plagë, mjekime, gjitha këta së bashku një fut, mund të jenë 30-35 për 24 orë. Për të përballuar këtë situatë dhe për të garantuar ofrimin e shërbimit mjekësor për pushuesit, Njësia Vendore e Kujdesit Shëndetësor ka marrë të gjitha masat e nevojshme për funksionimin normal të qendrës shëndetësore verore gjatë të gjithë sezonit turistik, si në Shëngjin, ashtu edhe në Tale. Një VGSH Lezhë është në koordinim të plot me qendrat MMM për secilën prej tyre, për të njohur nga afër funksionimin, nga pikpamja infrastrukturore, por edhe për problematika të ndryshme që mund të lindin gjatë ditës. Sot, në këtë moment që po flasim, jemi të kompletuar totalisht me staf për të dyja qendrat shëndetësore verore dhe në komunikim të vazhdueshëm për të zgjidhur çdo problematikë të mundshme për t'ju përgjigjur le të themi fluksit që ka Bashkia Lezhë për sa i përket turizmit. Autoritetet bëjnë thirrje për kujdes të shtuar nga pushuesit, si dhe për të kërkuar ndihmën mjekësore në kohë në rast të shqetësimeve shëndetësore gjatë qëndrimit të tyre në zonën turistike të Shëngjinit dhe Tales.